Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje i nderuar ky emisioni. Përshëndetje zotëri, urdhëro. Vin vërdall para 21 janarit ndodhur para 15 viteve, edhe vin vërdall edhe nuk e di se çfarë. Ne jemi një popull që nuk e pranojmë e themi të vërtetën. Duke filluar që nga gazetar, analist, opinionist, jurist, historian e në radhë. 21 janari i famshëm ka një emër që unë kam deksi gjithë tjertë me venenje, a pasapjat 21 janar, që i soldi Edi Rama në luftë, ka një emër. Edhe kjo emër është Edi Rama. E dyta, tu erdhen për të luftuar, për të marrë pushtetin me zonë. Sigurisht që në luftë ka dhe vrarë. E treta, kritet tu për protestën, thot nuk dalim protestë, se kjo protesta, sepse organizon Berisha. Kur duhen me dal nga tema, thot organizon Berisha, nuk marrën pjesë në protestë, se të marrën pjesë në protestë, cili Berisha, cili këto, cili atë. Nuk merr protestë për Berishën as për askën tjetër. Çdo njeri proteston për veten e tij, për të drejtat dhe lirit e tij. Qartë. Për hajdutët e kësaj qeverie, mafiozët, gangsterët, arrogantët. Mirë, faleminderit për telefonatën zotëri, presim i tjetër telefonat në studio.